Teksa pirgu me mbetje urbane të 8 bashkive në qarkun e Elbasanit duhet të digjej në mënyrë industriale në impjantin e incineratorit të administruar nga shoqëria aksionere Eko LB, një zjarr i përmasave të mëdha ka shkrumbuar të gjitha mbetjet që ndodheshin aty. Tonelata mbetje urbane të grumbulluara nga Bashkia e Elbasanit, Gramshit, Përrenjasit, Librazhdit, Cerrikut, Belshit, Peqinit dhe Rrogozhinës, prej së martës u përfshin nga zjarri duke krijuar ndotje të rëndë. Por tashmë që prej ditës së djeshme dhe pas situatës së krijuar në prokurorinë e Elbasanit, është regjistruar një dosje e dytë për incineratorin. Gjatë ditës së djeshme, veprime hetimore janë kryer nga një oficer dhe prokuror i gatshëm në prokurori. Ndërkohë që procedimi penal është regjistruar për veprën penale të zjarrvënies të qëllimshme, pasi ka dyshime se një person mund të ketë hyrë në ambientet e brendshme. Hetime po kryen për shpërdorim detyre, keq menaxhim të mbetjeve urbane dhe ndotja e ajrit. Pritet që ditën e sotme dhe në ditët në vijim, zyrtarët kryesor të shoqërisë aksionere Eko LB dhe punonjës që garantojnë perimetrin e sigurisë së incineratorit në Elbasan të thirren për t'u marrë në pyetje. Këto veprime tashmë do të kryhen thuajse paralele dhe me dosjen e parë që mban numrin 1417. Mësohet se vetëm nga ana e Bashkisë së Elbasanit përgjatë viteve 2022-2024 dhe 5 mujorit të vitit 2025 janë kryer prej kompanisë Eko LB plot 239 transaksione bankare me vlerë të përgjithshme mbi 2 miliardë 442 milion lekë të vjetra. Bashkia e Gramshit rezulton të ketë kryer 72 transaksione në drejtim të Eko LB me 209 milion lekë të vjetra, ndërsa Bashkia e Librazhdit ka kryer 65 transaksione me vlerë 265 milion lekë të vjetra. Lista vijon me Bashkinë e Përrenjasit, e cila ka kryer 71 transaksione me 223 milion lekë të vjetra. Kurse Bashkia e Cerrikut ka kryer 71 transaksione drejt Eko LB me vlerë totale 308 milion lekë të vjetra. E përfshirë në transaksione për një shërbim që është kryer pjesërisht është edhe Bashkia Belsh, e cila ka kryer 72 transaksione me vlerë mbi 198 milion lekë të vjetra. Pastaj ka vijuar edhe Bashkia e Peqinit me 66 transaksione, vlera e të cilave është 298 milion lekë të vjetra. E fundit, qëndron Bashkia e Rrogozhinës, e cila ka kryer drejt kompanisë Eko LB plot 12 transaksione me vlerë financiare 187 milion lekë.